Kryeministri Kristian Mickoski është shokuar nga vendimi i djeshëm i prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit për ndërprerjen e hetimit për të dyshuarit Asmir Hoxhi dhe Vasko Kovačevskit. Kryeministri prej që elektranat e Maqedonisë së Veriut të parashtrojnë ankesë për ndërprerjen e hetimeve. Pres që lënda të kthehet në shqyrtim dhe analizë. Nëse kjo nuk ndodh, prokuroria humb kredibilitetin. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit me këtë prokuror e kemi komentuar Islamabadin dhe nuk kam çfarë të them më shumë. Opinioni e di se për çfarë prokurori bëhet fjalë. Mickoski gjithashtu shpreh se ka biseduar një ditë më parë me kryeprokurorin Nenad Saveskin për këtë temë dhe sa ai ka thënë se nuk ka qenë informuar për këtë vendim të prokurorisë që e kryeson prokurori Islamabazi. Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka ndërprerë procedurën në rastin në lidhje me furnizimin me mazut për termocentralin e Gutin, sepse hetimi i cili zgjati një vit nuk vërtetoi se të dyshuarit kanë kryer veprat penale për të cilat janë ndjekur penalisht. Për rastin në fjalë, listën e të dyshuarve e përbënin gjithsej 13 persona, në mesin e të cilëve pronari Pucko Petrolli Asmir Hoxhi, ish drejtori i MV-s Vasko Kovačevski, i cili prej kohësh ndodhet në Arrati.